Veliaj tani, Klodi, Erion Veliaj, paralel me gjyqin e ti, ku akuzohet për disa vepra penale, ka nisur një gjyq me prokurorën e çështjes, Olsidatën. E ka marrë Olsidatën dhe ka hedhur në gjyq. E ka plasë në gjyq aty. Pak se ka drejt për drejt madh. Madje është shumë interesante, sepse Veliaj në gjyqin e vetë nuk shkon fare. Por të gjyqi me Olsidatën, që në fillim aty vete zë vendin dhe këtë quhen gjyq më të rëndësishëm. Vjen nga burgu dhe nuk legjipaten. Sepse në fakt, tani, që është këtë gjyq i çuditshëm? Deri tani kemi dëgjuar që prokurori çon Panderu në gjyq. Por jo që i Panderu çon prokurorin në gjyq. S'është quar, jo. Është gjyq tjetër, s'është kështu, me të Panderu, jo. Jo, po. Ja ta thotë Klodi, edhe pas të ifta. Atëherë, për ta sqaruar për opinionin publik, bëhet fjalë për dy procese tërësisht të veçuara nga njëri tjetri. Zoti Veliaj po përballet me sigurisht. Nuk është ta sqaroj pra, sepse për ju mund bëj sens, po se ne flasim për popullatën, për popullatën. Qytetarët s'kam përshtypjen është e paqartë. Atëherë, Zoti Veliaj, bashkë me bashorten e tij dhe 28 pandehur të tjerë, përfshirë dhe shoqëri tregtare dhe OJF, janë duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për akuza të rënda si të korrupsionit, pastrimit parave, fshehjes pasurisë e të tjerë. Pra, ky është procesi ku Zoti Veliaj është zyrtarisht i pandehur dhe ka filluar shqyrtimi i çështjes në themel, sepse deri para pak javësh ishte në seancë paraprake dhe nëse nuk do të kalonte filtrin e seancës paraprake, kishte disa mundësi, mund të pushojë çështja, mund të kthehej për hetimet më tejshme në SPAK ose mund të kalonte në gjykim sikurse ndodhi në rastin konkret. Procesi i cilit ju i referoni, në fakt në këtë proces, pra në procesin e themelit, Zoti Veliaj nuk është paraqitur, ka ndruar disa herë avokat dhe kjo është parë si një përpjekje nga ana e prokurorisë posaçme për të zvarritur procesin ndaj tij. Janë të paktën 4 ose 5 avokat që Zoti Veliaj ka ndryshuar gjatë kësaj kohe dhe sigurisht është një e drejtë e tij ligjore për të bërë ndryshimin e avokatëve, madje ka patur një periudhë që është mbrojtur edhe nga një avokate kryesisht e caktuar nga shteti. Pra, është paguar nga taksat tona për të mbrojtur Zotin Veliaj. Ndërkohë procesit të cilit ju i referoheni është një proces i natyrës administrative. Zoti Veliaj është drejtuar gjykatës administrative dhe kërkon, pra ka paditur institucionin e presidencës dhe kërkon konkretisht konstatimin e pavlefshmërisë absolute të dekretit të presidentit të Republikës për emërimin e Zotit Olsdado si prokuror i Republikës së Shqipërisë. Sepse sipas Zotit Veliaj, s'ka shkollë. Po më lërë të mbaroj. Mënyra se si e thua, do me thënë, është, ja, se këtu pastaj thua nuk e them tamam. Ja, po se për Veliun kanë thënë. Ta sqaroj tamam. Tani, Zoti Veliaj pretendon që Olsdado, që është njëri nga 2 prokurorët e çështjes, nuk plotësonte kriteret që të emërohej prokuror në kohën që është propozuar dhe më pas dekretuar nga ana e presidentit të Republikës. Tani, për ta sqaruar për opinionin publik, në vitin 2008, kur Zoti Olsdado është dekretuar si prokurori i Republikës së Shqipërisë, kishte 2 mënyra se si një jurist mund të bëhej prokuror, pra mund të emërohej prokuror. Klasikja ishte përmes shkollës magjistraturës, pra mbaroi shkollën e magjistraturës dhe menjëherë emëroheshe prokurori i Republikës. Kishte dhe një grup tjetër, të cilët mund vinin nga radhët e juristëve të shquar, ata të cilët kishin mbajtur disa pozicione të caktuara dhe që konsideroheshin, pra për shembull siç ishin këshilltarët ligjor në gjykatën e lartë apo në gjykatën kushtetuese e tjera me radhë, dhe me një mendim pozitiv të Këshillit të Prokurorisë, me propozim të prokurorit të përgjithshëm, bëhej edhe dekretimi nga ana e presidentit të Republikës dhe emëroi prokuror. Zoti Dado nuk vjen nga radhët e shkollës së magjistraturës, por vjen nga kjo kategoria tjetër dhe ka patur një propozim në atë kohë të prokurorit të përgjithshëm që është dekretuar më pas nga presidenti i Republikës. Mbaj mend Eugen se të kujtohet në atë kohë ka patur një debat të madh dhe kthim të disa emrave, sepse presidenti pretendonte në atë kohë që nuk ishin plotësuar kriteret. Tani, pse Zoti Veliaj paraqitet në këtë proces? Sepse në fakt këtu qëndron gjithë ose më saktë themra e kilit e akuzave penale ndaj Zotit Veliaj është këtu. Nëse hipotetikisht marrim të mirëqen faktin që mund të ekzistojë mundësia që gjykata ta konstatojë të pavlefshëm aktin e emërimit të Olsdados, në fakt çfarë sjell kjo? Pasjell problematika tek procesi penal.
sepse ka një detaj Procesi që duhet Veliajt. thënë. Po ja, po ta them unë. Po atëherë rezon edhe gjithë proceset të rezultatos, gjithë... Jo, nuk rezon gjithë proceset. Jo, të lutem, më lër ta mbaroj. Ka lidhje fare. Jo, të lutem, më lër ta mbaroj, Eugen. Jo, them për atë, jo, po pyet më. Po seri tjetër. Po unë nuk kuptoj nga jurisprudenca kaq marrëvesh. Po më lër ta sqaroj Ndaj në u Pra ta thot Klodi, zonja Lala po e shpjegon, unë po jap informacion. Se po Zoe Velia duhet të zonë gjithë. Atëherë, Po jo mos nëse konstatohet pavlefshmëria absolute, nëse ndodhë, se ne nuk mund ta paregjykojmë vendimin e gjykatës. Ne nuk e dim fare cila do të jetë vendimarrja e Zotvalliut. Por nëse ndodh, ka një detaj tek çështja e zotit Veliaj. Procedimi penal ndaj shtetasit Erion Veliaj është regjistruar nga një prokuror i vetëm, konkretisht prokurori posaçëm Olzdado. Më pas, pjesë e grupit të hetimit është bërë edhe drejtuesi i prokurorisë së kohës, pra në kohën që ishte, sepse tani është ish drejtues, zoti Dumani. Problemi është që në momentin, pra nëse ndodh hipotetikisht, që rrëzohet Olzdado, edhe pse në këndvështrimin tim është shumë e vështirë që kjo të ndodhë, sepse fakti që ka patur një propozim të prokurorit të përgjithshëm, një dekretim nga ana e presidentit të Republikës, ai ka kaluar procesin e vettingut, më pas ka shkuar në KLP dhe ka kaluar të gjithë filtrat për të emëruar prokurorisë posaçme, do thotë që këta institucionet vetëm nëse kanë qenë verbra ta kenë lënë të shkojë deri atje, por gjithsesi, atëherë çfarë bën Erion Veliaj? Me këtë dokumentin e gjykatës në dorë, me këtë vendimin, i kërkon gjykatës posaçme thotë pavlefshmërinë e gjitha akteve që nga regjistrimi i procedimit penal dhe pavlefshmëria absolute e gjitha akteve mund të cënojë ndjeshëm akuzën, ndoshta nuk e rrezon tërësisht, sepse ka dhe akte të tjera të cilat janë firmosur nga një prokuror tjetër, legitimiteti i cilit nuk vihet në diskutim, siç është rasti është zoti Dumani, por në momentin që janë akte të firmosura nga ky prokuror, aty më pas mund të ketë problematika, sepse nëse ndodh që ka pavlefshmëri, mund të lëkundet akuza dhe themeli i saj. Pra kjo është gjithë gjëja, prandaj zoti Veliaj sot e ka fokusin më shumë tek procesi me presidentin e Republikës dhe që aty më pas kishte problematika sepse edhe padian vetvete kishte pasaktësi dhe u kërkua nga gjykata, ju la kohë zotit Velia dhe avokatit tij të bënte rregullimet e padis, por thelbi i gjës është që nëse Erion Velia do t'ja dalë të rrëzoj prokurorin, kjo i vlen më shumë se sa të përballet me gjykatën. Prandaj shikon të rëndësishëm. Tani, a duhet në një vend normal që i pandehurit vinë sallën e gjyqit dhe të përballet për sa kohë Erion Velia e bërtet me të madhe që është i pafajshëm? Patjetër, fakti që Erion Velia i ndryshon ditë pas dite avokat, kjo është haptazi e qartë që është një strategji e tij për ta zvarritur këtë proces. Dhe normalisht, po nga ana tjetër nuk e as që thua juridikisht, sepse thotë unë kam të drejtë të ndroj avokat, sepse shikoj si më të mirën e mundshme për interesin tim, për mbrojtjen time efektive e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt është duke shfrytzuar çdo mundësi ligjore për interesin e tij dhe për të bërë po bën të pamundurën për të rrëzuar akuzën.